Në vrak të Malësisë së Madhe është përkujtuar 82 vjetori i rënjes së 3 dëshmorëve, Vasil Shanto, Reshit Rusi dhe Rifat Manjani, të vrarë nga forcat kuislinge. Pranë lapidarit të herojt të popullit Vasil Shanto, përfaqësues të organizatës së veteranëve, familjarët e dëshmorëve dhe përfaqësues të pushtetit vendor të Malësisë së Madhe vendosën kurora me lule dhe bën homazhe në emër të Bashkisë Malësie e Madhe, nën kryetari Sytkin Drecaj u shpreh. Në këtë ditë të shënuar, Bashkia Malësisë së Madhe ka organizuar këtë ceremoni zyrtare, jo vetëm thjesht për vendosin e kunore për uljen para aktet e tyre rik, por për të kujtuar nëpërmjet këtyre herojve dhe dëshmorëve gjithë herojt dhe dëshmorët të rënë në luftën për liri, çlirim, pavarësi dhe integritet territorial. Ndërsa kryetari i organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional shërimtare për Shkodrën, Zamir Llazani, theksoi se ishte sakrifica dhe gjaku i dëshmorëve që solli lirinë e radhiti Shqipërinë në koalicionin botëror antifashist gjatë luftës së dytë botërore. Në kulmin e reaksionit edhe represionit nazifashist të operacionit të dimnit, ku në zonën e Shkodrës ishte nërmat egrat, Vasil Shanto, Reshit Rusi dhe Rifat Manjani u banën simbol me shemullin e tyne në përballjen heroike të i dhanë frymëzim popullit ton deri në fitoren përfundimtare, shtirimin e vendit me 29 nënor 1944. Vasil Shanto, Reshit Rusi dhe Rifat Manjani po ktheheshin nga mbledhja e zhvilluar në Kalushin dhe gjatë rrugës për në Shkodër me 1 shkurt të vitit 1944 ranë në përpjekje në vrak me forcat e xhandarmerisë kuislinge. Pas disa orësh shëndresa ato mbetën të vrarë. Vasil Shanto ishte drejtuesi kryesor politik i luftës antifashiste nacional shërimtare për qarkun e Shkodrës.